Po studio dëgjohemi, ndodhemi para spitalit të shtetit në Nateres në Shkup, ku tashmë 3 ditë me radhë ndodhen ose janë të shtruar të lënduarit në zjarrin që shpërtheu në një diskoteke improvizuar në Koçan. Aktualisht sa ka përfunduar preskonferenca e ministrit të shëndetësisë Arben Taravari dhe aktualisht janë në mjekim spitalor gjithsej 178 pacient, për tyre 64 në spitalet e shtetit, 13 në spitalet private, ndërsa 101 janë akoma në trajtim spitalor jashtë vendit. Për ata se si paraqitet si është gjendja e tyre shëndetësore të pacientëve të cilat janë shtruar këtu dhe jashtë vendit, bashkë me neve drejt për drejt në lajmet e orës 12 e kemi ministrin e shëndetësisë Arben Taravari, i cili do të na njoftoj për gjendjen e tyre. Zoti Taravari, faleminderit që pranoi ftesën. Faleminderit për mundësinë. Zoti Taravari, si paraqitet gjendja sot e pacientëve të shtruar në spitalet e fillimisht të spitalet e shtetit? Fatmirësisht e them që gëzohem që sot e dhash lajmin se kaluan 3 ditë, 72 orë mbas ngjarjeve tragjike të Koçanit dhe nuk kemi asnjë të vdekur prej atyre të cilët e përjetuan këtë fatkeqësi dhe kjo është mbi të gjitha e rëndësishme për ne. Gjendja e të gjithë pacientëve të cilët janë të distribuar 64 në spitalet shtetërore, 13 në spitalet private në Maqedoni dhe gjithsej 101 në jashtë shtetit të cilët mjekohen, gjendja e të gjithëve është në situatë stabile. Veç më bisedojmë në spitalin shtetëror, këtu disa prej pacientëve t'i ekstubojmë, domethënë t'i hekim prej makinës përfymarje, disa prej tyre, 2 prej tyre do të lishohen në mjekim shtëpiak, në pacientët që shërohen jashtë shtetit, gjithashtu veç bisedojmë për 7 pacientë të cilat janë ekstubuar dje, dhe sot besoj plus 2 pacientë ekstubohen, praktikisht bisedojmë për gjendje serioze, por stabile të shumicës së pacientëve. Mund të themi, për të kuptuar edhe opinioni, mund të themi se kanë kaluar të themi periudhën për të qenë jashtë rrezikut për jetën në aspekt mjekësor, tani më ju pyes? Dëgjoni, rreziku më i madh për jetën e tyre kanë qenë 3 ditët e parë, por nuk përjashtohet mundësia për komplikime. Dhe prandaj s'dua të them me 100% se të gjithë pacientët kanë shpëtuar. Përsëri mund të ketë komplikime dhe dikundit të ndodh diçka që nuk e parashofim, por në përgjithësi jam shumë i lumtur që e menaxhuam këtë situatë kështu. I kemi të vendosur pacientët në qendra europiane, them kështu, mundse më të mira që mund të ekzistojnë. Kushtet këtu në spitalet të cilet trajtohen pacientët gjithashtu janë në kushte speciale, kështu që uroj dhe shpresoj që fundi të jetë sa më pak apo hiç të vdekur, sikur që e thash sot në fillim. Ju dje bërët vizitet në disa spitale jashtë shtetit. Më tregoni tani përveç këtyre 101 pacient të shtruar jashtë vendit. Para pak minutash përmendet se do dërgojnë edhe 4 apo 5 të fundit? 5 të fundit pacient që dërgohen. Janë vetëm në Suedi. 2 në mëngjes dërgohen dhe 3 mbasdite. Në 11:30 2 pacient shkojnë, edhe 3 shkojnë mbasdite. Edhe këto do jenë pacientët e fundit që dërgohen jashtë vendit. Dal nga dal mund se do të kemi disa pacientë që do të kthehen prej shërimit që janë jashtë vendit. Jemi në pritje, të themi. Po besoj se prej javës së ardhshme do të dëgjojmë njerëz të cilët do të nisin dal nga dal kthehen. A për çfarë arsye shëndetësore këto 5 po dërgohen sot? Dëgjoni, të gjithë këto janë në gjendje që janë të intubuar. Domethënë janë me maqinë për frymëmarrje, për të pas siguri dhe për të qenë më të sigurt, sepse edhe këtu kemi pacientë edhe të tjerë. Këtu na mbeten 60 pacientë të cilët do t'i trajtojmë në qendrën klinike. Mos lejojmë në spitale të tjera të shërohen pacientë, po t'i marrim këtu, por edhe t'i ecim programet. E keni parasysh se kemi edhe ne pacientë me karcinoma të cilët presin në rend që të operohen, që të marrin trajtim mjekësor. Nuk mundemi deri sot kanë qenë të ndaluar asnjë operacion mos ketë në qendrën klinike dhe në spitalin Shkup. Dal nga dal prej nesër nisin të implementohen programet e operimit në mënyrë të rregullt sikur që kanë funksionuar më herët. Dhe si përfundim, këtu bashkë me stafin mjekësor të Maqedonisë kemi ndihmë edhe nga mjekët? Po, gjithsej janë 22 mjek prej shteteve mike të Maqedonisë, praktikisht kemi mjek të cilët janë prej Izraelit dhe prej Çekisë, 6 prej Çekisë dhe 16 mjek prej Izraelit, të cilët
nuk punojnë direkt, po janë si këshilldhënës të mjekëve tonë të cilët punojnë këtu. Edhe një pyetje përfund, më tregoni se si do t'ja bëjmë me këtë qendrën për djegje që nuk e kemi në aktualisht, si numri 1 Ministrisë së Shëndetësisë, planifikoni diçka se nuk të mos presim të jemi më gatitur larg qoftë në situata të tilla. Vetëm dua të sqaroj edhe të kishim qendër aty kur ka pas qendër para vitit 2016, kanë mund të trajtohen 4 pacientë. Kur ju vinë numër 178, nuk mundeni t'i trajtoni. Përsëri ju vini në situatë aty i vendosni 4, kurse 174 tjerë duhet t'i menaxhoni kështu sikur që e menaxhojmë. Cili është plani i Por ministrit? kjo nuk do të thotë se ne duhet të mendojmë për një qendër për gangrena dhe për djegje, por ta kalojmë këtë krizë e mbas asaj unë besoj se sot prej këtu shkoj ta vizitoj drejtorin e spitalit të qytetit të Shkupit dhe eventualisht ta mendojmë aty ku ka qenë qendra e vjetër, ta kemi qendër jo vetëm për djegje, po edhe qendër për trajtim të gangrenave. Sot do të vizitoni edhe spitalin e Kumanovës për rastin që ndodhin në fund? Po, Çfarë keni në shtuar në mëngjes? Sot shkoj veç në shkruajta 2 vendime, një për inspektoratin sanitar, që të shkoj veç janë atje, dhe 2 komisionin profesional që për 1 orë duhet jetë në Kumanov, për t'i pa të gjitha faktet dhe argumentet rreth ngjarjes të Kumanov. Faleminderit që morët pjesë. Faleminderit për mundësinë. Të nderuar shikues, kjo është gjithçka që kam deri në këto momente nga Spitali i Shtetit në Shkup. Sigurisht se më shumë informacione kyçemi në edicionet e tjera të lajmeve. Studio